për të dëshmuar se sa na ka dashur dhe respektuar, dëshmon thënia e tij e shkurtër, e thjesht dhe përmbajtësore. Ju dua si fëmijët e mi. Bile më shumë se fëmijët e mi. Për arsye se keni ndarë jetën e juaj, kohën e juaj që të vini në një shkollë e cila nuk është me perspektivë tani. Por ai Zot që ka falë dhe ka garantu, sigurisht se do t'ju hap dyert e mirësisë, prandaj mos i humni shpresat e Zotit. Ajo që na porosit të mësumti, duke ditur rrethonat dhe kushtet të cilën jetonte populli ynë. Ky popull fen e njeh në kokën e Hoxhës, në shiqimin e Hoxhës, në lëvizjet e Hoxhës, në të pamurit e Hoxhës. Prandaj keni kujdes se çdo lëvizje juaja është fe. Edhe lëvizja, edhe puna, edhe aktiviteti, edhe angazhimi, edhe çdo gjë që bëni në jetë, shqiptarët e konsiderojnë se është feja jo. Prandaj, një sjellje mirë e Hoxhës reflekton fe tek masa në përgjithësi.